Bën filmove! Qa smart? Jo smart e ma. Ato blut. Ai te kartona. Vetëm ema mund të thotë smart. Te kartonat o këtë tjetëri. Te kartonat animuar. Hello. Ke diva mendoj. Ato i Italina show? E di që se kam qenë për karakter. Jorën e njëni me sa. Si. Atëherë më kam kohë që në mënyrën time ju kam vëzhguar, ju kam studiuar, që e gjithë saj kohë, kam dëgjuar shumë nga ato që ka ndodhur, kanë ardhur gjitha në zyrën time, fatkeqësisht, sepse do doja që të fokusohesha, edhe të kisha gjithkohën për të fokusuar në çfarë do ndodh me Andale në të ardhmen. Gjithashtu kam pasur edhe kontakt të drejt për drejt, qoftë me email, qoftë edhe më kanë ardhur afër në zyrë, në shtëpi, disa për jush, yes. Okej, e di. Dhe në qoftë se dikush vjen në shtëpi, do të thotë që situata për atë njerëz nuk është shumë e këndshme këtu. Kam marrë një email nga disa për jush, që janë shumë të pakënaqur për ato që ato i quajnë padrejtësi që ka ndodhur në staf. Po flasim për fjalë si terma si bullizëm, po flasim për padrejtësi, po flasim për diferencim, po flasim për nëmblerësim. Janë shumë terma që unë nuk doja që të ishin në fjalorin e Andales, po me sa duket janë. Edhe unë thash një mbledhje e zakonshme, do të ishte prapë një mbledhje e zakonshme, unë do bëj ato mëshërtimet, kritikat e mia, do ju dëgjoja juve, do gjenim një zgjidhje që ai mund bëhet. Po mendova që ndoshta ka ardhur koha si fillim t'ju dëgjoj më shumë juve, dhe që t'ju dëgjojmë juve ndoshta një lloj terapie mendova me Jonën, që quhet support group, po, një lloj terapie support group. Tash ajo po ju lë vet, po ju lë bashkë dhe pastaj do të tregosh si do të jetë mënyra. Okej, pra. Faktën? Kemi sport. Po Jona. Perfekt, atëherë. Pyetja e parë që kam për ju është nëse keni marrë ndonjëherë pjesë në ndonjë terapi grupi ose support grupi. S'kena që kun. Se dukshëm. Jeni Për të njërë tjetër, po jo. Vetëm privat. Që besa se ka bimisht. Okej. Në takim për Nuk keni qenë asnjëherë? Ja. Terapi grupi. Okej. Sepse terapia grupit, si terapia individuale, ka disa rregulla që do thotë ne patjetër jemi në kushte xhirimesh sot, por nuk lejohet që të ndahet asgjë apo të përflitet asgjë që të tjerë do ndajnë sot këtu. Pasi situata mund të bëhet emocionale për ndonjërin dhe nuk është e rekomandueshme që të përflitet, sidomos mbasi mbaron. Tjetra është që secili nga ju do marrë radhën për të folur, kështu që do ketë kohën e vet, nuk do ndërpritet. Dhe rregulli i fundit është që në momenti kur dikush flet, fjalia do të fillojë unë ndjej, jo me akuzë. Pra ti më ke bërë këtë. Dhe do fillojmë me një raund të parë të mënyrës se si juve ndiheni, duke sjellë secili nga një emocion. Do fillojmë me Jason. E trazuar. Kristën. Lëmsh, konfuza. Lend. Kam shumë angst. Angst. Okej. Flor. Pa konfuz do thë. Edhe unë të konfuzioni dhe ndalesh. Unë kam dy, e ngarkuar edhe konfuza. Okej. Mund të bëj një pyetje? Dëshiron të marrësh më shumë hapësirë duke qenë se ngritë dorën më herët që i kishe pak problem faktin që je këtu. Apo do ta shikosh rrugën se si do jesh? Jo, e kam pak problem duke qenë se vërtet është terapi në grup, po me disa prej personave që janë tu kemi pas debatet shumë të ashpra edhe. Okej. Se di se sa do kem mundësi për të qenë shumë e çliruar për të shprehur. Pikërisht për këtë në fakt është terapia e grupit që i shërben edhe shkrirjes së tensioneve, por do të shikojmë në vazhdim. Dhe për mua vlen e njëjta gjë, i ngarkuar, por më së shumti nga presioni i punës edhe konfuz. Ndjemja. Ti ndjesh mirë. Okej. Ema. Ndjem e ngarkuar nga mendimet e tepër. Ndonjëherë më duket sikur kapem tek një mendim shumë dhe nuk di ta lëshoj atë mendimin. E ke dhe tani? Ne po flasim tani edhe këtu. Jo, këtu Në këtë moment çfarë emocioni ke? e qeltë për momentin. Fatos.
Unë ndihem në presion, Në presion. Nga grupi, nga procesi apo nga vetja? nga vetja. Okej. Bes. Unë emocioni që ndihem më shumë është i agituar, Në dhe përgjithësi. ishte në rikosur, por vi nga presioni më shumë. Okej. Për momentin ndihem mirë, po në përgjithësi ka rasti që ndihem pak e ngarkuar me në presion. Si suport grupi që jemi, ne për ta shkrirë dhe për të bërë më në kohezion bashkë, do thot më bashkë me njëri tjetrin, sepse mund të jeni veç në botët e juaja, sidoqoftë pse jemi prezent këtu, do kemi një le themi icebreaker quhet në procesin e terapisë, që bën një lloj tensionimi trupor me një aktivitet të vogël kreativ. Kështu që ne do lëvizim një zonë tjetër dhe pastaj do vim prap këtu për të përfunduar gjithë procesin deri në fund. Po. Të filma punë. Secili ka një letër, nuk e di nëse ju merr të gjithëve. Por nëse dikush ngelet jashtë, do ketë mundësinë. Kiti. Tani, ju do visatoni vetëm një vi, vetëm një gjë që shikoni, dhe do kaloni te letra e personit tjetër për të plotësuar atë që kalon bash. Pra do bëni vetëm një lëvizje të asaj që shikoni aty. Të kësaj këtu? Jo. Cappuccino. Po. Mirë tu dhe me të shokë. Po mirë, kështu funksionon. Dali burger. Që keni bërë këtu, ti fiqarë për gjatë është ka? Ne që kemi të merë, resti bro, të shi vizatimet. Që kemi rëndë në pse sta. Gjete duke bërë vetëm kra. Po di çfarë Na bëni me nerva që bëni. Bëj një aram, ti bëj një aram. Ose këtë gjë. Okej, Veru? je stresuese kjo. Kishte rrezik. Është e nevojshme që para se të futemi te zona më e nxehtë, ne të krijojmë edhe një lloj lidhje me njëri tjetrin. Kështu që ai bashkimi që ju bët aty ishte një lloj grupimi. Edhe ju bëri pak bashk, po edhe që tensionon, i themi ne. Për të filluar tek pjesa e shkarkimit, dëshiron të fillojmë bashk me atë që ti the, kam pak të vështirë të jem këtu. Ndjej që këtu në momentet më vulnerabël, njerëzit i përdorin duke thënë se ti i bën gjërat për vëmendje, po në fakt ti po e bën se vërtet nuk je mirë. Dhe ti pastaj eviton të shprehesh sepse ndjehesh e kish kuptuar. Nuk kemi pasur këtë energji në fillim. Kemi qenë mirë me njëri tjetrin. Çfarë mendon se ndryshoi me kalimin e kohës? Mendoj që u shtua konkurenca dhe shkonim vërtet shumë mirë, pra dilnim dhe jashtë pune me njëri tjetrin, kalonim bukur derisa nisi puna, nisi vrulli. Është një presion edhe nga jashtë, përveç se nga brenda njëri tjetrit, pra nga publiku, nga njerëzit që juve keni. Kam një problem, nuk e di a është problem apo jo, po nuk e kujtoj mirë të shkuarën. Nuk e kujtoj mos si kam qenë, nuk e shoh si jam tani dhe si e ndjej veten tani në këtë momente, po kam shumë vështirë që të mendoj si isha. Kjo të ndodh vetëm me gjërat negative apo edhe me ata që ti kujton? Shumicën e kohës me gjërat negative, kujtimet e mira i kam për momentet, po Po ndjesitë e mira përveç kujtimeve? ndoshta, I ke? nuk e di. Nuk e mendoj. Nuk i kultivoj shpesh. Që ti kujtoj si kam qenë, ose sa mirë kam qenë ato kohë. Thjesht i fokuson te momenti tani se si ndjen tani për momentin. Harresa është një strategji e trurit për të harruar efektet negative që të ka dhënë ndoshta ajo situata dhe i bën që ti fshi. Pa të mos e mendosh dhe fokusohesh më shumë këtu. Por patjetër nuk të ndihmon në atë që ti e quan pasuri jete, domethënë që të ngelet çfarë mendon ose mban mend nga e kaluara. Kristol, ti? Ndoshta një dallim që është shumë i theksuar tek unë është që pas kësaj pune jam më shumë e fiksuar se çfarë duhet të jap më shumë tek njerëzit. Shpresoni që do të bësh një gjë që të qeshin më shumë tani, të kënaqen më shumë. Dhe përveç kësaj,
më duket sikur ky fiksimi i shifrave, i klikimet, her pas here ai refreshi që i bëj, ka ardhur një pikë që më është bërë shumë mbytëse. Duket sikur jeta është vetëm shifra dhe vetëm klikime. Paktën unë kështu e ndjej në këtë moment. Të duket sikur je shkrirë shumë me pjesën e punës? Po. Më duket sikur kam dhënë shumë nga vetja dhe sikur kam humbur shumë nga vetja poshtë. Dhe gjithë fokusi Si po e menaxhon të gjën, ke gjetur? Po menaxhoj fare. Okej. Nga shumë kohë që nuk e menaxhoj dot. Do thotë ne e dini që fjala person në latinisht do thotë mask, që do thotë ne veshim një maskë. Dhe ndoshta kjo maskë mund të bëhet aq e ngjitur me atë që ne kemi, sa nuk arrit bëhet më ndarja me atë që ty të përfaqëson jashtë punës. Sepse ne jemi shumë dimensional, nuk jemi vetëm punë. Edhe kjo është një që shumë e rëndësishme që kape për veten. Paktën ti je vetëdijshme që po ndodh kjo. Po ti Gent, Dhe në fakti që thash kam mangës është që unë nuk është se kam punu në herë në socialitet dhe jam rritë dhe më thënë me një familje, dhe më thënë që jam fëmija më i vogël dhe jam rritë me dashuri. Dhe unë gjithmonë e kam kërku këtë pjesën e respektit dhe këtë pjesën e mirë njohjes, njerëz të lëkut, e kam kërku gjithmonë dhe vazhdoj ta kërkoj. Pse? Ndoshta është gabim që mund ta kërkoj këtu në punë, por unë gjithmonë e kam kërku sepse më bën të ndihem ky që jam. Dhe gjithë kjo gjoja më jep këtë pjesën e ngarkesës, mbi ngarkesës e më jep ankth, vetëm për fakt që unë mundohem gjithmonë që të bëj në grup, jo të bëj vetëm. Asnjëherë nuk e kam atë tendencën që të filloj edhe të bëj diçka për veten time që dalë më lart se të tjerët. Jo, unë kam qejf përderisa jam këtu, të andale kam qejf që të bashkëpunoj me të gjithë, edhe ta shoh energjinë e çdo njeriu që të përshtatem me atë energjinë edhe të punoj ashtu siç është për të punuar. Nuk e kam pas mundësinë, as nuk e kam pas rastin sepse kam ardhur më vonë. Edhe me që kam pa të starsa që kanë kriju një lloj personaliteti, domethënë kanë kriju një lloj koncepti tjetër ndaj Gentit, edhe unë e kam lënë vet ashtu. Edhe nuk e di si të shprehem, për momentin që jam shumë i ngarkuar edhe jam çdo moment që mundohem të flas edhe nuk ta vëm veshin. po thua praktikisht nëse mund ta parafrazoj kështu, ndjesh edhe pak vetëm? Ndihem gjithmonë jam ndje vetëm, gjithmonë. The që të ke dhe ankth si pasojë e kësaj. Ankth, nuk është se kam ankth ndaj pjesës punës, kam ankth domethënë si njeri, sepse jam rrit domethënë me situata të ndryshme të caktuara. Pra po thua, nga jashtë edhe jashtë punës ke një akumulim, Edhe po jashtë, që edhe këtu brenda bëhet pastaj vështirë. Po ndikon shumë pjesa e konceptit që kanë për Gentin. Kjo më ndikon shumë. Nëse latinot e thonë mask personit, grekët i thonin një farë mënyre çfarë shikoj unë tek tjetri ai person është për mua. Dhe ndoshta për të Gent mund të vlej pak kjo. Që ajo që shikon të gjithë secili prej personave që ti ke të bësh çdo ditë, është si ti e shikon dhe çfarë ti merr prej kësaj. Mund të krijoj iluzion, patjetër që po, mund të krijosh ndoshta një mendim tjetër, por mund të ndihmoj të lidhesh me pjesë të caktuara të një personi, ndoshta jo me të tërin në tërësi. Flor, po ti? Nga thonë drejtë unë ndjen ndonjëherë sikur gjërat që mendoj ose që kam brenda vete, idetë që kam, konceptet, nuk përputhen me ato që ve unë jetë. Dhe nuk e di ti ve faj vetes që ndoshta nuk e arrin dot ç'a mendoj unë, apo të ve faj të tjerëve që nuk arrin dot atë që mendoj unë. Pra ndonjëherë unë kur kam ardhur këtu kam pasur shumë ide bashkëpunimi, kam propozuar gjithmonë emisione që ishin me të tjerë, dhe më duket se nuk vini dot te niveli asaj që unë doja. Më duket se prishë punë të tjerë, pastaj kur mendoja me vete, thënë ndoshta prish unë punë të tjerëve, pra bëm unë pengesë ata mos jenë të vetja, edhe nuk gjej dot këtë balancën e ku doja të isha dhe ç'do të bëja. Ka pat 2 apo 3 emisione që kam patur në mendje, nuk i kam as nuk i kam propozuar që kam thënë kjo do të shtoj sa do të tjerat. Duket ndonjëherë sikur kjo energjia ime nuk ose nuk përshtatet me vendin, ose ndoshta njerëzit tu thjesht duan të arrin vet pa menduar që ngren dikë tjetër. Pra, mos ka patur kur problem të bëj një emision me 8 veta. Se mendoj që në ngrinim njëri tjetrin, ndërkohë të tjerët kanë patur problem bënë një emision me mua se mendonin që duke qenë aty ishin dytësor pas meje. Dhe kjo gjë nuk binte fare ndesh me idetë që kisha. I prisje pas të filloje. Prisja që do kisha problematika në bashkëpunimi. Kam ardhur nga një botë që kisha bërë shumë gjëra vetë dhe isha konsumuar me pjesën e të bërit TikTok, Instagram dhe gjëra vetë gjithkohën. Dhe thash, do tani të punoj në grupe dhe të kem bashkëpunime dhe gjëra më të forta me të tjerët, pra le të jetë një komunitet më i fortë. Po nuk e di nëse të tjerët kanë parë si problem faktin që ose ndjer inferior në fillim,
se jo tani janë gjithë kanë famë dhe janë rritur në aspektin personal, po fillim ndjenjë një lloj ndjenje inferioriteti ose fakti që më afroheshin si po rri me ty sepse ti ke më shumë ndjeksa dhe marr pak prej teje dhe pastaj të vazhdoj rrugën time. Kështu kam menduar unë, ndoshta më ka bim, po kam parë shumë persona që kanë bërë. Kjo është një gjë që ne mund të kapemi, nëse është perceptimi yt apo në të vërtetë ashtu ka qenë. Po unë akoma si di, po di që idetë e mia nuk shohin deri në fund për shkak të një pengesë. Pa të lëndon edhe fakti që nuk po gjeje persona që ti të krijoje idenë tënde. Unë mendin tim erdha të punoj në grup edhe gjatë kohës përfundova duke bërë gjithë misionet vetëm. Kështu që Dëshira jote është të bësh në grup. patjetër. Nuk e di nëse ndonjëri prej personave Jo, këtu ka njerëz që kanë bashkëpunuar shumë mirë. do e Ka mendoj njerëz që kanë bashkëpunuar mirë, kështu që. Jol. Unë thjesht nuk këndoj do të veten si person pas sandales, pra nëse unë duaj që një fundjavë ta kem për vete, kudo që të shkojmë duket sikur prap ndikush jashtë ose diçka jashtë prap do më sjelli këtu. A ndodh kjo apo është në Ndodh. mendjen tënde? Domethënë që e mendon si presion. Ku di unë mund t'ikin dyqan, dua thjesht të marr një pjetë që thonë etj. Do më pyesë shitja, do vjen shtëpi, do më pyesë mami. Do iki, dua të ripak në telefon prap do më dalë ëndër. Dhe më duket sikur jam 24 orë këtu. Qoftë kur fletën, do ndërroj çfarë mund të bëj në emision ose çfarë mund të bëj më mirë etj. Kishe kohë që reflektoje këtë pjesë? Që tek ty Andalia është gjithkohës, pra është kudo që shkon. Po, në mendje. Kur fillove ta kuptojmë? Para shumë. Duke qenë se për mua ishte pak më shumë ndryshim, se në fillim isha si gazetar, pastaj ditë bukur. Dola pak si nga hiqe dhe ishte shumë ndryshim, ishte sot për nesër. Nuk më kujtoj tamam si periudhë, po ishte që pasi skandale filloi të merrte pak më shumë notë. E një gjë tjetër që unë kam pasur shumë problem të flas me njerëzit jashtë, unë as u kypja porosin kur ulesha në lokal. Po. Edhe ishte shumë ndryshim për mua që nga kjo dilja të intervistoj njerëz, kisha bëja pranks etj. Edhe nuk e di sa ja dola të përshtatesha me këtë gjë, duke sikur prap. Si e ndjen veten, domethënë që bën këtë lloj ndryshimi kaq të madh, nga fakti që ti nuk mund të jepe një porosi tek ajo që sot je në një ekran dhe je gjithkohës duke sfiduar veten. Ndihesh si ti apo ndihesh e shkëputur nga vetja teksa e bën këtë Ndihesh proces? shkëputur, është ideja. Mendoj se duhet isha krenare që ka të po flas etj, po nuk jam. Është një gjë që mund të rikthehemi, edhe pjesës së shkëputjes që krijon profesionin, që e prekëm pak edhe me Kristall. Artemis, ti e fillove, nuk e di, bërë të reflektoje ndërkohë që po dëgjoje kolegët e tu. Unë në fillimet e bëmë përpara Andales kam qenë shumë njëri i qetë. Nuk kam pasur kur shpërthime emocionale. Asnjëherë. Që nga momenti që kam nisur punë dhe do me thënë jemi në vitin e 2.5 tani, këtu kam pasur shpërthime shumë të forta emocionale, që s'm kanë ardhur prej jetës private, pra sidomos në këtë periudhën e fundit kam qenë shumë e qetë nga jeta private, por gjithsesi kam pasur shpërthime në punë. Dhe mendoj që kjo vjen për shkak të ambientit, mbase njerëzve, se nuk dua t'i vendos fajin dikujt, se mund t'jetë dhe problemi im. Por fakti që ti ke dhe momentet e tua që shpërthen, dhe prap njerëzit nuk i intereson të shemë se e bën kot. Kjo më dhëmb akoma më shumë. Dhe ndonjëherë ndjej që për shembull tani nuk i kontrolloj dot më as emocionet e mia dhe shpërthimet e mia. Një nga arsyet më të forta që zemrimi vjen është për shkak të padrejtësisë që ne ndjejmë nga jashtë. Dhe duket sikur ti ke përjetuar një padrejtësi. Besoj që her pas here e kam ndjerë këto. Dëshiron ta ndash apo Përgjithsisht është vjen nga Kostiani, me cilin ndajmë një pjesë të mirë të punës. Dhe gjatë gjithë kohës ma kam vënë re edhe të tjerët që vinë dhe më thonë pse sillet ashtu me ty, ndjes që të përmenda. Kostian, është okay? Tanda? Është okay të bëjmë ndoshta një bisedë? Të tre, me të gjithë personat. Një takim 4 minutë, besoj. Mendon se është momenti për të ta? Një takim 4 minutë, cila pjesa të atë? Takim 4 minutë. Pse e bën gjithmonë? Alti, është okay? Të më është okay? Çdo gjë. Po okay.
mund të flisni, pra mund të tregoni, thjesht rregulli i grupit është që të flasim me radhë. Okej. Shikoj, ideja është që ajo e thëna që unë i kam thënë Artemisës ose mënyra se si unë jam shkruar Artemisës që e bën për vëmendje, ndoshta mund të dalë edhe pak nga konotacioni dhe është përthithur në mënyrë të gabuar. Unë ja kam thënë Artemisës që unë njerëzit që i kam pranë, sepse e kam konsideruar të afërt më përpara, dhe kur mundohem t'i këshilloj, mënyrën e kam shumë të ashpër, sepse trauma se jo mund të qeni si doni, unë jam rritur në një ambient që fjala e mirë nuk është se vinte shumë lehtë, edhe normalisht dhe këshilla që jepi në një mënyrë shumë të ashpër, le të themi në thonjza. Për shembull që mos e bëj këtë sepse kështu ka këtë pasojë, po jo mos e bëj. Pra ka qenë një frymë me cilën unë jam rritur dhe unë ja kam thënë Artemisës që unë nuk ta dua të keq, unë askujt nuk e dua të keq. Artemisi është për të. Unë e di që ai nuk ka qëllime të këqija, por mënyra se si ai her pas here më flet, unë nuk e di, ndihem shumë e brisht në ato momente. Nuk e di pse më ndodh me Kostianin. Tani që ti e di se Artemisën e vret mënyra dhe toni, mendon se do të ndikojë në mënyrën se si drejtohesh. Patjetër, ka disa kohë që unë dhe Artemisa jemi shkëputur, nuk kemi më aq të afërt. Kjo sepse unë e kam kuptuar në mënyrën se si është raporti ynë, edhe nga ana Artemisës, por edhe nga ana ime, pa folur me njëri tjetrin kemi bërë një step back. Me thënë jemi tërhequr edhe thjesht flasim për muhabete pune, dhe thonë, çështje të ftuarish, çështje skalete, jo diçka që shkon përtej orarit të punës. Një ushtrim, e thënë kështu, që mund t'ja sugjeroj për personat që kanë shpërthime të vazhdueshme zemrimi, është që të mendojnë sikur vendosen në sytë e tjetrit, dhe të shikojnë përmes syve të tjetrit reagime që unë kam. Si reagoj unë. E ti bën një shkëputje emocionale nga vetja dhe përpiqesh të jesh në vendin e tjetrit për ta parë veten, pa një farë mënyrë sikur shikon si kamera. Armiku më i madh i personal është overthinking. Domethënë, unë jam një overthinker të mërshëm. Kjo vjen edhe pas një periudhe të vështirë që ne kemi kaluar, që e kuptoj dhe Artemisën se ka qenë bashkëvojtëse e imja, vjet në janar shkurt, të cilën ka lënë një gjurmë shumë të madhe. Nuk e mendoja kurrë që ky pasion kaq i imit do më lindte me një gjurmë kaq të madhe sa që unë të ndrydhesha në vetvete. Kuptoj që ke pasur një moment ku të riskuar punën apo? Jo, jam larguar. E morë vetë vendimin për të larguar? Jo. Ja. Ka pas me thënë skenari që edhe ndjerë anksios në që do bëhet me mua, do me thënë. Ankthi është edhe i mirë. Nuk e di sa për ju keni lexuar për pjesën e ankthit, nuk është vetëm negativ. Ankthi ka dhe pjesën që ju bën juve të performoni shumë mirë. Pra ju mban në gjendje alarmi derisa ju e kaloni. Dhe kjo është ankth performance. Por nëse ka simptome që ju pengojnë jashtë punës, edhe aty do të kuptuar nga se vjen, se ne përmendëm pjesën ku fillon edhe ndihemi njësh me punën. Dhe nëse ti ke ankthi në të vërtetë është një sinjal mirë që të bën që ti ta shkëputësh veten, pra të parandalon atë që mund të krijohet në të ardhmen më vështirë për t'u hequr. Sepse identiteti është diçka që është në proces, nuk është i krijuar një dhe mbaroi. Aldin? Shikoj, me fol për periudhën para, andales për shembull, flas për vetë, unë s'kam pas lidhje hiç me televizion, si jam marr kurrë nuk kam pas asnjë lloj indicie mu marr me këtë punë. Kam pas jetë normale, stërvitje, futboll, tip parazitim deri një farë pike masi lash futbollin isha në shkollë. Edhe ky gjë që ujta si më than atë goshdin e funit, si jo mu kap edhe mi dhën drejtim vetes e jetës, ose do vazhdosha të merresh atë rrugë që marrë një copë shkollë, marrë 700.000 lekë diku edhe puna gjithë jetën më atë lloj pune. Ka herë unë e gjej veten shumë të fjalë të gjithë bashkë miqve të mi. Po. Gjithë kena angë, gjithë kena strese, gjana, po ka herë tash do të bëjmë atë avokatën gjallë të vetja jonë, si më thënë, dhe do të jemi falendërues. Sa është 40 gradë jashtë, ne jena këtu, të ulën divan edhe të folë se unë kam angë, dhe unë kam ashtu, po, dhe unë kam angë, dhe unë kam streset e mia, dhe unë kam paqartësitë e mia, dhe unë kam ngarkesat e mia, po mos harro sa atje jashtë është një person që aty punu te marketi, një person sa aty punu
pish diellit, një person që a i merr as i merr rrogën fund muaj, një person se këto 2 muaj ka me punu dhe nuk ka gjithë vitin, i shkon i dorëzoj lek te mamin e ti marr lek vetë dhe tuan ku. Po prindrit tonë si na me atë rrogë ndoshta jo sa ne pak ma pak, e shumë ma pak se ne na kanë rritë edhe ne edhe me tekat tona se shoku i miku jashtë mbledhe mua. O plak, për çfarë futesh ti tash se s'po e kuptoj? Ke marrë në shkollë për psikologji. Kështu unë ndiem me than këto. Unë ndiem me than këto vëlla, për çfarë futesh ti? Ore, eksperiencë se cili duke folë për gjëra të tjera që po pra, unë jam të thënë. E din që vojnë tjetër më shumë, e kuptojmë. Ore, po jam të fol. Momenti është për ty. Po vëlla, kështu ndiem me fol tash ti ke vazhduar me marrën në shkollë. Okej, Ande, ne do ju rikthehemi, ti mund patjetër të vazhdosh të flasësh, por shumë rëndësishme. Po mund që ti jemi të falendërues si çdo marr. Që është po, unë ndiem falendërues dhe shumë thënë sepse unë ndiem falendërues sepse e krahasoj veten me njerëz që ndoshta se kanë këtë mundësi. Ti të ndihmon strategjia që ke ndërtuar për të zhvlerësuar atë që ti ndjen në moment për të kapur me diçka. Po kur tritëm më ç'do bëjmë kur tritna kur të kena hallë fëmijë që do stresona për këtë gjë. Do të bëj një pyetje, është një thirrje për të tjerë që të reflektojnë në një mënyrë se ty apo për veten. Falam pyetje si ndiem. Unë ndiem falendërues dhe ky falënderim vjen nga kjo logjik që të tregova. Se ndoshta ty do të bën me kuptu diçka më shumë te unë. Pra, këtë do të kuptoja që ti bën një thirrje vetes, jo të tjerëve për këtë. Normal, presion e kena gjithë, ndjem presionin, por duhet unë i marr me motivim edhe mundohem që ta përdor këtë mundësi sa më mirë, si më thon. Çfarë bën kur të kapin emocionet e forta, ndjesitë që ndjen më shumë se sa kjo? Unë jam një njeri shumë vetmitar për shembull. Edhe në jetë edhe kudo. Për shembull, një periudhë punës që ishte mund të them mars, prill, maj, zem ose shtator, tetor, nëntor, për shembull që një 6-7 muaj, një vit për shembull, masandër që shkosha në shtëpi, shkosha direkt te kërvatja, si jepsha muhabet as motrave, bile vazhdoi dhe këtë distancimi, të dalim te kjo maskës që thuti, që vazhdum tash dalim në për evenimente që kishte ditëlinjën mame, shkova aty s'fola gjys fjalë pse s'flet. Edhe sikur e ndjej veten sikur jam largu dhe jam super larg, edhe më ka bën këtë pjesën që as mos më marr situatat seriozisht për shembull. Po pse a ditëlinja këne? Po mirë as ditëlinja është më se në diçka kështu, ama se ç'a lidhje ka ajo, deri ndoshta momenti që ta përjetoj vet. Ndoshta do unë s'kam përjetuar diçka që të jem empatik. A kupto? I marr gjën me sportivitet edhe shoh se për shembull dikon edhe që njerëzit mos më marr seriozisht. Këtë problem kam unë. Edhe me qenë të qau një halë, për shembull, me diskutu diçka mos me marrë njerëzit seriozisht. Për referohesh jetës jashtë? Jetës jashtë edhe mrena, edhe me shoqëni, edhe me emën, edhe me kado, mos e ti tuta, më fal, po unë jam mirë, i kam hallet e mia, punët e mia, mund të mendoj diçka ndryshe. Nuk të marrën seriozisht, ndoshta kjo është ndoshta për mirë, ndoshta për keq. Çfarë ndodh me ty? Kur ndjen që të tjerët të marrin seriozisht? Do detyrohem që ta detyroj tjetrin me marr seriozisht. Edhe te pjesa e shoqërisë, për shembull, kam vazhduar vitet e fundit edhe nuk ka shumë vite që për shembull s'kam bërë shok ngur, si më thon. Ktu kam miqësi shumë mirë me Florën, unë e quaj shok Florën, edhe jashtë edhe më, edhe 2-3 njerëz të tjerë unë kam quaj njerëz të afër. Pra, marrëdhënë që ta krijoj shok, ta kem shok nuk e baj dot, nuk mundem. Sidomos tash se kena marr jo familje gjën dhe e di se njerëz mund të jenë edhe në thojë se interesat gjë. Se thonë ky të njohim, do dalim diku, do ta do të ngacmoj rob do kështu. Edhe e kam shumë vështirë me ky shoqëni dhe jam në paqen me veten, edhe pse e vuj kajherë vetëm, po. Si e kapi bllokim tunë, sikur nuk i ndodhi kolaps aty, po gjithsesi mundohem e qetësoj veten, mundohem bëhem psikologu i vetes, si më thon. Mundohem kam 2 persona, si më thon që nëse është i tensionuar për momentin, them prit qetëso, pse po vjen kjo, si ta zgjidhim këtë si ashtu. Dhe kjo ka qenë rezultat për mua. A mund të pyes se ç'a ndjesie ke tani që ti tregove shumë, lëvizën nëpër shumë emocion, nëpër shumë strategji femine, se si truri kërkon të balancojë gjendjen e vet emocionale. Po. Nga shkëputja, që ne ndonjëherë nuk e pranojmë atë që po ndodh dhe themi prit se dikush tjetër ka diçka më të madhe se unë. Dhe kjo është një shkëputje. Që ne ta qetësojmë veten tonë. Pa digjo, domethënë, mos e disha. Të kapi dhe Kesian në fakt, do të tha për të pjesën. Që veten sytë e tjerëve. Është një lloj shkëputje që ti bën nga emocioni jot dhe thua prit se dikush tjetër ka diçka më të madhe. Aty është se sa unë, siç fillove të flisjen. Dhe kjo është një strategji që mendja jote ka. Pra nëse ne folëm pak për Kostianin më përpara, që i tham ke pjesën e mbi mendimit. Në rastin tënd unë vëra re nga kjo që ti ndave, pjesën e shkëputjes. Por është për të kuptuar, në thjesht jap si reflektim që ta kuptosh ndonjëherë sepse në momentin e vetmisë do të vinë gjithë pastaj, gjithë emocion që i mban të shtypura. Ema. Atëherë për të përgjigjer pyetjes tënde, doja thoya që unë nuk doja kur të rikthehesh tek presioni një vjet para 2 vitesh, për shkak se mendoj që tani kam arritur, do të jam në moshë, se kam qenë më e vogël,
se kam arritur një pikëllim emocionale që ka ardhur dhe nga polemika që janë krijuar këtu në punë dhe nga marrëdhënia që kam pasur me kolegët, ndoshta edhe ka situata të jetës që kam pasur personale. Por mendoj që unë kam qenë gjithmonë një person që sfidat më të mëdha të jetës i kam kaluar vetëm, pa çka se kam pasur një herë në shoqëri që unë të kem folur, biseduar. Por nuk është se kam pasur një moment që të shkoj te familja dhe t'i them, shiko se po ja dal me këtë gjë, ose më fal. Është okay. Është okay. Po, jam emocional, pa? Nuk është se kam pasur. Mirë konta, ndë është në rregull. Nuk është. Jes, mos kërko falje. Këto çdo emocion dhe ishin shumë të lirshëm që secili deri tani. Ka një periudhë pak, këto 2-3 muaj që kam qenë emocionale, nuk e di nga sa ka ardhur. Ndoshta me mbarkesa që siç ta thash më para, se ka pasur shumë mendime të thella. Ndonjëherë kapesha tek një mendim. Dhe nuk e lëshoja dot. Sepse ka pasur raste këtu që ndonjëherë nuk e kam vlerësuar veten aq shumë. Në fillim për shembull, ku kam filluar dhe emision me pranks ose kështu, gjithmonë thoya po, se doja të dalësh, qaja gjithë natën. Askush nuk e dinte, për shembull. Vija këtu dhe bëja batuta, se ndonjëherë njerëzit e kishin kuptuar këtë pjesën e batutave të mia, se unë qeshen e mua dhe mendoj se ndonjëherë nuk jepet aq shumë zë kur flas seriozisht, për shembull. Ama se Ema dhe Tauren, kupton, jo Tauren në bullizuese, thjesht e di që kam xham të pjesa batutave dhe e thon pa të keq, por unë ndonjëherë brenda vetes ndjem sikur nuk ma japin atë zërin që dua ta them diçka të plot, edhe nuk ma lën ta mbaroj deri në fund. Dhe kjo gjë më të vrikos, dhe kthehem gjithmonë në mekanizma mbrojtëse ose sulmuese drejt tjetrit, agresive. Mund t'i flas keq, e pastaj them pendohem pse e bëra, kupton se ndoshta s'kishte faj, ndoshta ashtu i erdhi ta thot. Por që mendoj që është okay, sepse unë tani jam në një fazë që jam duke punuar me veten, duke servitur vetëm për shumë gjëra dhe mendoj që anda për mua ka qenë një gjë shumë e mirë dhe do jem gjithë jetën falënderuese për faktin sepse kam hequr shumë komplekse nga vetja. Jam shtetërsuar, nuk kam ditur që kisha këtë potencialin që të bëj njerëz për të qeshur, të dilja të flisja, të kapja njerëz në rrugë, për mua duhet dikur ishte kështu. Thoya jo se do thonë çfarë është kjo. Tani i kap pa frikë. Eksploroj, dua të dal, të shijoj. Ndodh që e përdor shpesh të qeshurën si sforcim të emocionit tënd. Kështu po ndoshta është e keqe se gjë, po unë e bëj për ta ndihmuar pak vetë. Dhe faleminderit Ema. Fatos. Si ka ndryshuar ti? Vitin e parë të Andales e kam menaxhuar më mirë këtë pjesën e shkëputjes së Fatosit në punë dhe Fatosit jashtë pune. Ndërsa këtë vit, vitin e dytë, kam qenë më i përfshirë në punë, saqë ndoshta kam lënë pas edhe njerëz të cilët kanë pas nevojë për mua edhe të familjes, edhe s'kam qenë shumë aty dhe për këtë ndihem në faj. Gjithashtu, ajo që më ka pëlqyer para Andales ishte ajo jeta që bëja çfarë të doja dhe në ambiente publike. Edhe i thoja vetes dhe atëherë dhe në fillimin e Andales thoya që s'do e humb kurrë këtë gjë edhe do e kem edhe sado i famshëm tim do e bëj, po këtë vit duket sikur situata është bërë më serioze edhe nuk bëj dot çdo gjë që dua të bëj edhe me lirinë e plot pa pasur njerëz që do thrasin emrin tim ose që do vinë. Nuk i bën me të njëjtën lirshmëri, sepse janë njerëz që edhe as nuk shijohen në të njëjtën mënyrë sepse nuk shijojnë më në të njëjtën mënyrë. Po. E kuptoj, e për ty është e rëndësishme. Po, ka qenë gjithmonë, edhe nuk doja që ta humbja këtë lirshmëri. Faleminderit, Fatos. Që ndave. Unë jam shumë njeri emotiv, besoj të gjithë e din. Unë mendoj, po besoj është provuar që unë kam shumë disiplinë pune, nga fakti që kam punuar 14 vjeç jashtë, punë të rëndomta etj etj. Dhe e vetmja mënyrë që unë do korja suksese zëm këtu ose do mendoj që do bëja më të mirën time sepse oj futem me koko hiç, ka qenë se unë e lë pak të pjesën emotive. Këtu në Andale kam vendosur një barrierë. Një barrierë që zakonisht nuk ju vë faj askujt që s'më kupton ose mendon që jam ky deci që më njohin, nuk ju vë faj, se fundja këtë kam zgjedhur të bëj. Herë ja kam dalë, herë jo. Po thjesht në moment kur unë shpërthej ose them diçka, e di që në moment që mund ta kem thënë gabime, kam bërë gabime, kam tepruar etj etj, thjesht do e çoj deri në fund. E bëra beter muhabetin do e çoj deri në fund ashtu. Dhe vetëm në mënyrë këtu që unë të shkëlqej, vetëm nëse unë jam i ftohtë, se e di shumë mirë se sa rrënohem psikologjikisht, duhet ditë sa emocional jam.
kjo ndoshta mund të jetë egoiste, nëse do mendoja për emocionet e secilit këtu, në punën që un kam dhe kam pasur, nuk do isha këtu fare. Jam tip konfliktual shumë. Po e kam si thjesht si mekanizëm që thjesht ta them dhe kaq, kuptoj që mos nuk i marr me veten në shtëpi, nuk i marr me veten në shoqëri kurr. Po e kam vënë re që ma ka zaptuar të jetën, domethënë është bërë puna komplet jeta ime. Unë jashtë dal me shoqërinë time, më ndodhi një situatë, nuk e mendoj, nuk qesh, po e mendoj, do bëj kontent. Thënë, më është bërë tamam pjesë e jetës. Unë jam ndjer Tejmasi i vlerësuar në Adal, like Tejmase. Shikoj edhe një përpjekje për të vendosur limite. Domethënë edhe ke një gjuhë pak të drejtë për drejtë, domethënë të vendos në të formë dhe e lë, por edhe diskutimeve ju shkon deri në fund. Unë jam munduar shumë, por shumë sinqerisht, edhe me Kristiana kam pas përplasje, edhe me Ali mund kem pas përplasje, po kur kanë suksese unë ja gëzoj se e mendoj si për vete. Do në mendoj, do më ndodhi mu, e do doja shumë që Kristiana të gëzonte për mu. Edhe këtë e kam marrë si qasje gjithmonë, edhe këtë e kemi shumë keq që mendoj që ja zbejmë shumë njëri tjetrit këtë. Ja bëjmë dashje pa dashje, bëjmë dhe me dashje, po ja zbejmë shumë njëri tjetrit. Domethënë, ka një sukses kjo, e ishim gjithmonë diçka për të thënë që ti këtë sukses nuk e morë nga vetja, po e morën se kishe këtë efektin, kishe këtë të ftuarin, kishe këtë njeriu, kishe këtë tjetrin, kupton? Edhe kjo vjen nga konkurenca patjetër, por që mendoj që është pak e keqe se ja zbe shumë tjetër dhe e mërzit shumë tjetrin. Edhe këtë gjithmonë e kam pasur që, domethënë, secilit edhe ta motivoj, po edhe t'ja përgëzoj gjën, se fund më shumë punë se unë, më pak punë se unë nuk ka rëndësi, pak të është munduar dhe ta gëzoj gjën se është i vetja ime. Faleminderit. Kristian. Para të gjithash, ankesave dhe çfarë do të them, ndjem shumë falënderuese për çdo gjë, për çdo mundësi që më vjen çdo ditë, shumë mirënjohëse për gjithë ne pavarësisht çdo konfrontimi që kemi për herë. Thjesht mendoj, për shembull, këta janë tallur gjithë dimrin me mua pse unë rjeta e skuta ime aty brenda, po ka pasur një arsye shumë të fortë, unë nuk kam dashur fare më që të vi këtu, kam qenë në terapi shumë muaj. Ndoshta sepse presioni që kemi çdo ditë nuk na lë që të reflektojmë një moment me veten. Dhe mua më ndodhi pikërisht ai moment që më është dashur që gjitha situatat i mbledh bashkë dhe unë ndjeva shumë e rënduar. Më përpara për shembull në jetë kur nuk më ka pëlqyer një njeri, nuk kam ndej me të. Kam qenë një njeri që gëzoja për gëzimet e tjetrit se dhe njerëzit e mi gëzonin për gëzimet e mia. Dhe këtu nuk e kam gjetur atë gjë dhe më është dashur që të bëj kompromise me veten dhe të pranoj njerëz dhe situata që unë si Kristiana më përpara nuk do t'i pranoja dot, nuk do përshtatesha dot. Por mendoj që për momentin jam mirë, jam shumë mirë. Gjë e vetme që më bezdis pak dhe këtë po e rregulloj avash avash, është pjesa e ankthit social që kam jashtë vilës dhe jashtë grupit ton këtu. Ndoshta nuk është fare, nuk ka lidhje fare me të tjerët, është e gjitha me mua, ndoshta po mundojmë ta rregulloj dita ditës, po për shembull, edhe nëse dal bli diçka, duaj që edhe shitja të më shoj në formën time më të mirë. Nuk duaj që të shkoj aty si njëri që mund ta bëjmë përpara që thjesht me pijama apo zbres poshtë marr diçka. Ose që dal me gocat për shembull, apo që e kam pak problem këtë pjesën. Ndjem gjithmonë në ankth, në alert, dua vende private, vende që jam me njerëzit e mi, aty mund të jem vetvetja. Kjo më bezdis më shumë. Ndoshta për pjesën e njerëzve këtu në vilë, mendoj që kam arritur dhe unë atë ftohtësinë edhe balancën e emocioneve, ndoshta nga zhgënjimi që kam pasur nga njerëz që i kam qenë të afërt. Po mendoj që jemi në punë edhe unë kam emën që e kam dhe realisht e konsideroj të afërt, nuk kam pasur asnjë lloj konfrontimi, kemi rënë gjithmonë dakord për punë dhe jashtë punë jemi vërtet shumë shoqe. Nuk mendoj që më duhet njëri tjetër për të qenë afër apo për të përfshira, për të treguar situatat apo problemet e mia që kam bërë para. Okej, se që ndjen një lloj ankthi kur je jashtë punës. Po, më duket sikur, ndoshta kurse kam mendjen te mua, po më duket sikur ndjem pak e gjykuar ose pak po më shohin të gjithë, e kupton? Ndoshta askush nuk e ka mendje, thjesht e kam unë me veten. Më bezdis mua se Kristiana dhe Shikoj që secili ka gjetur formën e vet të menaxhimit emocional. Dikush me lënien këtu, dikush me ndoshta shpërqendrimin në diçka tjetër që ju e bëni në forma të pa e kuptuar ndonjëherë, por që ndihmon. Po nuk e di, mund ta marrë fjalën kushdo, thjesht do të pyesja se si ishte për ju të dëgjoni njëri tjetrin në nivelin më thellë emocional për gjërat e veta, ndoshta deri më tani mund të keni qëndruar me njëri tjetrin, ndoshta 2-3 persona që flisnin. Por të dëgjosh gjërat e thonë kaq hapur, do vërtet ju falenderoj, sepse e di që nuk është e thjeshtë. Jo vetëm që jemi këtu, po janë edhe kamerat, edhe unë di se është e vështirë ndonjëherë të flasësh për gjërat emocionale këtu. Pavarësisht çdo gjëje, ne
po ne i sjellim këto shqetësime dhe po ne i vuajmë. Pra ne jemi dhe shkaktari dhe viktima apo pasojë e gjithë kësaj gjës që ndodh. Unë jam shumë person empatik, nuk do të isha kaq shumë, po më duk fillim fare se ku fola shumë pak për atë që kisha për brenda, po duke dëgjuar gjithë tjerën në radhë, kuptova që kisha realisht një pjesë që nga Kristi dhe Flori dhe të Genti dhe që nuk e prisja atë lloj kundërshtrimi nga Genti, po më preko kur po e dëgjoja, të gjithë në radhë Ema, Kesiana, nuk e të gjithë, edhe po i shje dhe më dukeshin gjithë shumë bukur. Edhe këtë gjë ne kemi, unë mendoj, do të thënë, fola shumë pak, po çdo gjë që kishim gjithë e kisha dhe unë për brenda dhe ndjeja ndoshta deri diku njësoj, edhe mendova totalit, ka raste që mendoj domethënë që pse po lodhen kaq shumë ndërish kur ka njerëz që janë shumë më keq se unë. Kjo është pjesa e bukur e terapisë në grup, sepse ne vihemi në rolet e tjerëve dhe patjetër shërohemi në thonjza e thon kështu në gjuhën terapeutike më shpejt. Po të hilën gjë pak a shumë të thënë edhe unë që kur shpillova që isha e dyta, nuk po dija realisht çfarë thoja. Edhe kur mbaruan të gjithë, i zbulova më shumë për ndjesitë e mia, mbasi gjella të gjithë se sa në fillim. E vetja gjë që nuk e gjeta shumë veten, ishte pjesa se si do të thënë gjëra disa veta që kanë këtë pjesë në overthinku, unë këtë pjesë e kam pasur para Andales. Dhe pas Andales, unë kam një blokim, do të thënë, ka shumë moment që unë dua të shkoj në shtëpi dhe të reflektoj dhe të mendoj me veten, të ule të mendoj me veten, dhe unë e gjej veten duke bërë scroll sepse thjesht dua të shmang mendimet. Dhe për shembull, këtë gjë nuk e gjeta tek pikush tjetër këtu. Shumica e overthink atë gjë, nëse e Ti e shmang. Kurse unë e shmang. Pra në mhojën e kam shumë të madhe, por nuk e bëj. Nuk e di pse nuk e bëj. Mund të bëni edhe në fund të javës një mbledhje me personin që ti ke pasur, supozojmë një ngarkesë të caktuar dhe para fundjavës ti e shkarkon. Gent, po për ty si ishte të dëgjoje? Mendoj që ky ka qenë momenti më i bukur i jetës time dhe momenti më i bukur i Andales, dhe për faktin që unë nuk jam bull kur, domethënë edhe kur ulesha me familja, nuk jam ullë kur që të bisedojmë të lloj aspektesh që të shprehet njeriu me aq ndjesi dhe të shprehet atë personalitetin, atë njeriu çka është në vetvete. Flor. Shiko, me thënë drejt, vjen pak për qeshur shumë me nën vetdije se ndonjëherë mendon që ke 2 vjet me ndjenjë të kolegë dhe një kaq pak. Pra ndonjëherë gjon kështu edhe thonë me vete, pas kanë gjithë halle. Unë me thënë drejt mundova ta mbaj shumë te aspekti punës, po duke dëgjuar të tjerë duke su prekit gjithë nga pak një pjesë që ke. Është vërtet ndoshta pjesa që edhe unë ndjej pak sikur largohesh nga njerëzit që doa, po për shembull edhe ne shumë nga ne këtu jemi edhe nga rrethet, edhe unë ka qelluar era fundit në shtëpi kam ikë para 2 muajve gjysë edhe shumë para familjen, po se prekin pak kur flas. Nuk qellon shumë flas për këtë temë, nuk kam pasur fort situatë mirë personale, ama mundosha gjithmonë që kur të vijam punë si më thënë shikoj Andalen si i vetmi vend që unë mund t'i gjej pak mendjen apo si një mënyrë për të mbajtur mendjen, me thënë drejtën. Është okay. A ta marrë kështu që ta thujnë. E kalim një qikë rrallë. Jo, e di që heshtja është e vështirë. Është skarkim. Nuk ka vëzjet vesh ka që nuk ka Shiko, kjo është gjëja më e mirë që mund bëni të shkarkoni edhe në këtë formë. Po dhe që ne njohim, kishte drejt Aldi, që ne njohim shumë mirë njëri tjetrin. Kjo nuk është një kompani me 100 kate që ka departamente të ndryshme, ne jemi thjesht 3 kate këtu, me njëri tjetër kemi qenë 2 vite. Kështu që unë dija pak a shumë gjitha, jo pak a shumë gjitha i dija, do të thënë si ndjeshin. Se thashë e kam vendas gjithmonë veten në veten e secilit. Por që thjesht kjo gjë më bëri thjesht të mos përdor më mënyra indirekte për të sqaruar gjëra, por të jem pak më direkt, në një qasje pak më të mirë. Pak më të paqësore. E sigurt. Që të shpëtoj gjithë. Sot do t'jetë kështu e marrja pak ndryshe, për kurrë kërcet. Nesër pastaj kthehemi pranë tek. E sigurt që një efekt do lë takim tek ju, te gjithë secili. E di pse më vjen keq për shumë
që mendoj që kjo do të ishte bërë shumë parë dhe ndoshta ndjenjat dhe emocionet e njëri tjetrit duhet i kishim respektuar pak më shumë. Dhe shumë situata këtu nuk kishim se dhe kalonin në pitat që kanë kaluar dhe shumë njerëz këtu nuk kanë më të njëjtat relata me njëri tjetrin. Okej, se do thotë tash e dim çka kam. S'ma kuptoni. Edhe konfliktet janë të rëndësishme të ndodhin, se aty e zbulon më shumë veten në konflikt. Buje mirë në tjerë prapë edhe ti e distancuar pak sërish nga vetja, por e rëndësishme është që ka kryuar prekje tek ju, ka zgjuar empati, dikush do dalë në ca reflektime, nuk e di se si do jenë, por janë okay të gjitha çfarë ju keni përjetuar dhe vërtet ju falenderoj shumë që u bët pjesë e jashtëzakonshme e këtij momenti. Faleminderit. Po prej ato pikturat do t'jene gjëma ato. Pikturat e mbaruan efektin, unë thjesht i pash pak. Është e vështirë që ti analizosh se keni ndërhyrë të gjithë, por efekti atij momenti ishte thjesht që ju të ishit afër me njëri tjetrin, edhe pse jeni afër dhe këtu, por është një proces që ju lini gjurmë të ndryshme në atë fletën individuale që patët aty. Ándale.